Dy padi janë paralajmëruar ndaj zyrës së rregullatorit për energji për rritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1%. Njëra do të deponohet nga grupi protestues asnjë cent më shumë, menjëherë pasi ZRE-ja do të publikojë vendimin për shtrejtimin e energjisë. Avokati i angazhuar nga ky grup, Ardian Bajraktari, ka bërë të ditur se përveç padisë do të paraqitet edhe kërkesa për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit. Po presim sa më parë që të publikohet, në mënyrë që ta analizojmë të njëjtin dhe ta finalizojmë padinë sa më parë, përmes të cilit natyrisht që do të kërkojmë anulimin e këtij vendimi të marrur në shkelje ligjore. Krahas padisë, natyrisht që do të paraqisim edhe masën për sigurimin e padisë përkatëse shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, për të cilën natyrisht që jemi të bindur se plotësohen kriteret ligjore për aprovimin e një propozimi të tillë, nga se dëmet që u shkaktohen qytetarëve janë në formë zinxhirore dhe vështirë të riparueshme. Një padi tjetër është paralajmëruar të ngrihet ndaj ZRE-s nga përfaqësues të bizneseve. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Skënder Krasniqi, e arsyetoi këtë duke thënë se tarifat e reja do të kenë pasoja për bizneset. Jemi duke shqyrtuar mundësi që edhe si biznes të padisim ZRE-n edhe do të kërkojmë nga Kuvendi me konsideриmin e saj, sepse bordi i ZRE-s është i emënuar nga Kuvendi përkatëse qeveria që është pushtet e emëron bordin e ZRE-s, do të kërkojmë nga Kuvendi që të merren masa ndaj ZRE-s. E kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna ka thënë se bizneset do të detyrohen të ngrenë çmimet, shkaku i kosteve shtesë që burojnë nga ngritja e tarifave të energjisë. Produkti jonë kosovar do të jetë shumë më i shtrenjtë për kosovar, për qytetarët tanë, por nuk do të jetë konkurrent me produktet e importuara. Çka do ndodhë që do të kurret prodhimi dhe do të marritet importi dhe do t'i shërbemi prodhuesve të huaj për t'i eksportuar produktet e tyre në Kosovë. Vendimi për rritjen e tarifave të energjisë u mor më 16 prill nga ZRE-ja dhe do të hyjë në fuqi nga 1 maj.